Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Të gjitha falenderimet, lavdërimet, adhurimet tona i takojnë Allahut Azza wa Jall, ndërsa lavdata dhe bekimet qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, i familjen e tij, shokët dhe të gjithë ata që e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, po vazhdojmë edhe sot me lejen e Allahut Azza wa Jall në përshkrimin e xhenetit, ashtu sikur që na ka lajmëruar për të Zoti xhalla xhelaluhu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Normalisht, sikur që e kemi përmendur, xheneti edhe pse është nga krijesat e Allahut Azza wa Jall që na është fshehur neve, nuk kemi qasjen ten, nuk mund ta gjejmë, nuk mund ta zbulojmë. Megjithatë ai ekziston realisht. Prandaj fakti që nuk shihet nuk nënkupton se ai nuk është realitet. Për këtë arsye, mendoj që gjithmonë duhet ta kemi parasysh realitetin, ekzistencën e këtij vendi të bukur. Në anën tjetër, kemi përmendur gjithashtu se sado që tentojmë të thurrim përshkrime, të prezantojmë, të marrim shembuj për këtë vend, do të jetë e pamundur që realisht të arrijmë drejt ajo që ka të bëjë me këtë vend. Nga se asgjë që është në këtë botë e që ne në bazë të kësaj njohim gjërat, nuk është e ngjashme me atë që realisht Allahu e ka përgatitur për robët e tij në xhenet. Dhe e treta që dua ta përmendim këtë hyrje është se ne do të mund të marrim disa nga përshrimet e përgjithshme, por nuk duhet të mjaftohemi me kaq. Duhet që çdo kush prej neve të vazhdojë me tutje, duke lexuar vazhdimisht nga burimi i pashtershëm i këtij përshkrimi, e që është fjala e Allahut dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Andaj kush dëshiron që më tepër të zgjerohet në këtë përshkrim dhe ta ketë gjithmonë të freskët, dhe ta ketë gjithmonë pranë veti, e këshilloj që të lexon surat e Kuranit ku Allahu xhallahu ala ka përshkruar këtë vend të bukur, veçanërisht surën Ar-Rahman dhe surën Al-Waqi'a dhe surat e ngjashme ku Allahu xhallahu ala ka përshkruar në detale disa nga ato që kanë të bëjnë me këtë vend. Ndërsa dua që disa përshkrime të bërcizme t'i bëj sot para juve, duke filluar me portat e xhenetit, nga të cilat do të futen njerëzit në xhenet. Normalisht sikurse çdo vend, sikurse çdo do të thotë këshill, shtëpi e ka portë në vend nga e cila hyjet. Edhe xheneti ka portat e veta dhe i ka dyert e veta. Sa i përket numrit të këtyre portave dhe hyrjeve dhe dyrëve, ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se ato janë 8 dyert. Pse janë 8 e nuk janë 9, na nuk e dim. Dhe nuk duhet që të diskutojmë këtë drejtim. Mjafton që Allahu ka lajmëruar për këtë dhe janë 8. Kjo është e para. E dyta që ka të bëjë me portat e xhenetit është se njerëzit do të futen varësisht nga veprat e tyre. Çka nuk kupton varësisht nga veprat e tyre? Normalisht çdo njeri jetën e kësaj bote i kryen obligime që i ka ndaj Allahut. Mendoj çdo njeri që e meriton dhe si shpërblim e fiton xhenetin. Nuk ka mundësi ta bën këtë pa i kryer obligimet. Pas obligimeve, çdo kush prej muslimanëve, çdo kush prej besimtarëve të drejtë është i theksuar në një vepër më tepër ndoshta se në veprën tjetër. Prandaj a ka njerëz që krahas muajit Ramazan agjerojnë pastaj edhe më tutje ditë të tjera? Ka. Po ka të atill që mjaftohen vetëm me Ramazan? Ka. E këta që agjerojnë pas Ramazanit agjerime nafile vullnetare, a nuk kupton se këta gjithsesi janë të theksuar edhe në namazin nafile? Jo, nuk do të thotë
ka mundësi që të tjerë që nuk janë të theksuar në agjerim, janë të theksuar në namazin nafile. E ata që nuk janë sa duhet namazin nafile të theksuar, janë të theksuar ndoshta në kërkimin e dijes, ose në shpërndarjen e saj, ose në sadaka e kështu me radhë nga punët e shumta. Prandaj, varësisht njeriu nga cila port, nga cila vepër do të them është i theksuar, do t'i mundësohet që nesër të futet në portët e xhenetit. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa për ta ilustruar këtë që e përmenda, na ka përmendur portën e quajtur Rayyan, nga e cila do të futen agjeruesit. Rayyan vjen nga emri ose nga një kuptim në gjuhën arabe që është errej. Errej në gjuhën arabe është kur njeriu nga etja e madhe vihet te uji dhe ngopet me ujë. Do të thotë e shuan etjen me ujë. Prandaj errej i thuhet shuarjes së etjes. Prandaj edhe kjo port e ka marrë emrin shuarja e etjes, nga se ata që janë theksuar me agjerim, veçanërisht në ditët me vap, ku me të vërtet janë tharë busë të tyre dhe gjuhë të tyre, nga agjerimi për hir të Allahut, ata e meritojnë hyrjen speciale, një nderim të veçantë të futen nga porta e quajtur Rayyan. E kështu me radhë me portat e tjera me radhë që janë përmend hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ajo që është interesante të dihet është se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur përshkruan vetëm njërin nga këto porta, përmend se gjerësia e saj është shumë e madhe. Dhe do të thotë në disa hadithe është përshkruar gjerësia e këtyre vendeve e që ka dallime në përshkrim. Dhe ky dallim nuk është do të thotë ai që mund të prodhon ndonjë kundërshtim mes haditheve, por dietarët e kanë shpjeguar në forma të ndryshme. Për shembull, ka shpjegime se mes dy portave, sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, një port i ka dy dyrë që hapen dhe mes dy dyrëve ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka dallim sa mes Mekës edhe Busra. Busra është vend, do të thotë në Sham, do të është vend larg. E aq ka, do të thotë dallim mes dy dyrëve kur hapen dy porta, vend i gjon. Por ka përshkrime që ka në anë hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se gjerësia e një porte është sa mund të kalon një kalorës 40 vite duke kaliruar pa ndalë. Padyshim se 40 vite është shumë më e gjerë se ajo që është mes Mekës dhe Busras. Kështu s'ka kundërshtime mes vete, por mund të themi se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përshkruar një derë se është kaq e tjetra është më e gjerë e kështu me radhë. Dhe gjithë ka në hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se ummeti pejgamberit sallallahu alajhi wasallam do të futet nga një port në anën e djathtë e veçantë për hyrjen e tyre në xhenet. E pastaj pasi të futen nga porta e përgjithshme, pastaj në portat e ndara mbrana para se të futen në xhenet bëhet klasifikimi në bazë të veprave. Dhe në bazë të kësaj kuptohet se që ka një portë e madhe e përgjithshme apo dy, e pastaj janë portat e ndame varësisht nga veprat. Sidoqoftë, thash kjo është gajb, mirë po jap të kuptohet për madhështinë dhe madhësinë e këtij vendi. Paramendoj kur vetëm portat e tij janë sa mund të kalon kalor si 40 vjet duke kaluar. E çfarë të përmendë pra që është brenda? Zakonisht dera është pjesa më e vogël e një ndërtimi. Nëse marrim këtë xhami apo dhe e shikojmë hapësirat brenda saj, cila është gjëja më e vogël të janë dritarët e dyrt, nga se hapësira për të shuzuar pastaj do të jetë më e madhe se dyrt. Nuk paramendohet me kon dyrt të mëdha, ka njerëz futen ndërsa hapësira e shuzimit jetë ngushtë, kjo paramendohet. Por nëse shohim dyrt të mëdha, kjo na aludon se kush e di sa është hapësira e madhe brenda pastaj. Andaj kjo me kuptu për një gjerësi të madhe, me të vërtetë pa imagjinuar nga ana jonë për këtë vend të bukur. Gjithashtu e përmenda se hyrja nga këto porta bëhet varësisht nga veprat. Mirë po, a ka mundësi dikujt tipet mundësia që të zgjedh të futet nga cila portë don, është e mundshme. Nga se ka mundësi që njerëzit tash të jenë të theksuar në disa vepra, por ka mundësi që njerëzit të jenë të theksuar në shumë vepra, jo një ose dy.
por në shumë vepra. Dhe Allahu xhallahu ala si pasojë e llojshmërisë së veprave të tyre dhe se janë theksuar në shumë vepra, tua mundson që të futen nga cilat derë dëshirojnë. Madje për këtë ka një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili ka përmendur se një grua e cila i fal 5 kohë namaz, e ruan derën e saj dhe e respekton burrin e saj, do të futet në xhenet nga cilat dera ajo don. Para mendoj kjo do të thotë s'ka qenë theksuar në vepra të caktuara, mirë po, këtyre 3 vepra i kanë dhënë gati. Namazin e ka falë me kohë, derën e saj e ka ruajtur dhe burrin e saj e ka respektuar. Do të futet në xhenet nga cilat derë ajo don. Do të jepet mundësia nga cilat derë don të futet në xhenet. Prandaj futja në xhenet thash bëhet përmes portave. Dhe këto porta janë 8 dhe kjo është shërimi i tyre. Para se të kalojë një përshkrim të i rrodhës edhe një gjë për portat dhe për dyert e futjes në xhenet. Normalisht besimtari tashmë duhet që të jetë një mjeshtër i përzgjedhjes së derës ka do të futet. Në çfarë kuptimi? Normalisht kur flasim për agjerimin për shembull ose për namazin, po i marr të dy adhurime si të përgjithshme dhe më të zakonshme nga ana e besimtarëve. Në qoftë se ne mjaftohemi vetëm me Ramazan ose me 5 vakte, apo dyert nga shpresojmë me hini do të jenë me të vërtet numër i madh njerëzve atje. Për çfarë arsye? Për shkak se shumë ka që falen dhe shumë ka pas që janë fal. Dhe shumë ka që agjerojnë Ramazan dhe shumë ka pas që kanë agjeruar Ramazan. Jo shumë kuptim të tjerëve, por në përgjithësi, prej kur është bërë obligim agjerimi, ka shumë që agjerojnë Ramazan. Në anën tjetër, kur bie fjala për nafile, për namaz nafile, për agjerim nafile duhet të thënë, a ka ma shumë të atit që agjerojnë dimrit apo verës? Dimrit, dita është më e shkurt, apo nuk ka vap, edhe këtu mund tjetë do të thotë një numër i konsiderueshëm i atyre që shpresojnë të futen nga dera rrejan. Mirë po, kur bie fjala për agjerimin nafile verës, të ka ma pak. Shumë ma pak agjerojnë, apo tash nëse marrim tërsinë e agjeruesve në farz, ma fillojnë të zvoglojnë në dimën. Nuk janë të Ramazanit ata që vazhdojnë me agjeruar dimit, por edhe këta dimit shkojnë duke u paksuar në agjerimin e verës. E dietarët kanë thënë bëu nga ata që do nga tërësia fillojnë të paksohen. Sa ma pak, apo aq ma e lehtë hyrja nga porta ku do të më hijë. Andaj ka porta ku ka njerëz më tepër, turma më të mëdha të njerëzve, ndërsa ka porta ku ka pak njerëz. Andaj mundohet t'ja përgjigjesh vetëm një portë ku ti e sheh se nuk ka shumë njerëz atje. E si më ditë ku ka, shikoj kohën kur ti po jeton dhe shikoj adhurimet e njerëzve në atë kohë. Apo mundohet që gjithmonë të jesh në ato adhurime ku njerëz zakonisht janë të hutuar përballë atyre adhurimeve. Sikur se thash, agjerimi i verës ose namazi i natës. Sot për shembull, ata që i falin 5 kohë nuk janë shumë, por megjithatë janë një numër, apo ndërsa ata që falin namaz nafile gjatë ditës, këta janë edhe më pak se ata 5 vakte që i kanë. Por ata që e prishin gjumin natën me fal një 2 rekate për hir të Allahut ose 3 rekate ose 5, këta janë edhe më pak. Andaj gjithmonë mundohem me kon nga ata që më të paktit. Apo që nesër kur të futesh nga porta e xhenetit të futesh nga një derë që më të vërtet nuk ka shumë turm njerëzve, dhe padyshim njerëzve në këtë botë. Kur ka turma të njerëzve që futen kanë një vend, e lipin vendin ku ka pak më shlir, pak më pak që ka të futen njerëz atë. Andaj kjo është një mjeshtri që kishte më qenë mirë me e zotnu besimtarë dhe besimtarja për t'ja siguruar një hyrje më të lehtë dhe domthonë më të garantuar nga këto portat e xhenetit. Sidoqoftë, Allahu xhallahu ala ka përgatitur 8 hyrje porta që kuptimi i tyre është sikur se e përmenda. Kur futen banorët e xhenetit në xhenet, padyshim se ati do të gjejnë atë që sikur se e ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Përkundër gjitha përshimeve, kur futen në xhenet, atje do të gjejnë atë që syri kurrë s'e ka pa. As veshi s'e ka dëgjuar, madje as nuk ka pasur mundësi ta imagjinon mendja e njeriu. E çfarë gjën atje?
gjenë bukuritë e lumejve, e të drunjve, e të ushqimeve të shishme, e të pijeve të ndryshme, të pallateve, e të gjërave të shumta të bukura që janë në xhenet. Se i përket, për shembull, të marrim disa shembull që thash nuk mundum këtë mi përshu, për shkak se jemi duke bërë një prezantim të përgjithshëm të kësaj bote, por sa për të ilustruar diç nga kjo bukuri. Kur flet Allahu xhallahu ala për lumejt e xhenetit, përmend disa raste tajri min tahtiha al-anhar. Do të thotë që nën xhenete rrjedhin lumejt. Çka nuk kupton kjo nën te? Për dallim nga kjo botë, rrjedhja e lumejve në xhenet dallon tërësisht. Si rrjedhin lumejt në këtë botë? Rrjedhin fillimisht mbi tokë. Apo dhe e dyta kanë shtretër që i mbrojnë lumen nga vërshime. Apo çdo lume ka shtratën e tij dhe ky shtrat e mbron lumen nga vërshime. Dhe në momentin kur vërshon lumi, pastaj bëhet i dëmshëm. Nuk është më i dobishëm sikur se ishte kur është brenda shtratit të tij. Ndërsa në xhenet Allahu përshkruan një mënyrë të çuditshme të rrjedhjes së lumenve, që është tahtiha, nën te. Do të thotë nën atë shtresën ku njerëzit shkelin. Kjo është diçka sikurse për shembull të jetë një sipërfaqe e qelçt apo e kristalt që shkëlqen e nën te është lumi që rrjedh. Padyshim se kjo është më e bukur shumë se kjo formë që ne e njohim të rrjedhjes së lumenve. Dhe gjithashtu ajo që Zoti ka përshkruar nga rrjedhja e lumenve është në xhenet se nuk kanë shtretër, por rrjedhin pa shtretër. Edhe Allahu a përcakton kufin që mos të vërshojnë, sikurse vërshon lumi në jetën e kësaj bote. Dhe gjithashtu nga ajo që është përshkruar nga bukuria e lumeve në xhenet është se orientimi i lëvizjes e rrjedhjes bëhet sipas dëshirës së besimtarit e jo sipas rrjedhjes së lumit. Për shembull në këtë botë lumi ose deti e ka një rrjedhë, ti nuk mush me ndryshuar, që të e ka. Mune njerëz me ndonë një deg, për shembull, e hapi një kanal dhe degëzohet lumi. Por ai ka një rrjedhë të poshtë, s'u ne kthejnë tash në të kundërtën apo, ose me e kthy komplet në anën e caktuar. Këtë nuk mund ta bëjnë tërësisht me një lum të thjeshtë të kësaj bote. E paramendoj për lumejt të mëdhenj që në xhenet Allahu xhallahu ala e ka mundsuar që kontrollimin e lëvizjes së rrjedhjes ta ketë besimtari me gishtën e tij. Sikur se ka në hadith pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ku përshkruhet se mundësia ekziston që besimtari për shembull ta ndryshon rrjedhën e lumit të tij në vendin e xhenetit ku është ai. Paramendoj këtë mundësi të madhe dhe paramendoj këtë kënaqësi. Rrjedh fillimisht për mi ose për funi pa shtretër në bukurinë e madhe, por edhe rrjedhja atje sipas dëshirës tënde. Nuk të pëlqen me rrjedh këtë aspekt ose mjaft e ke pa duke rrjedh në këtë drejtim, e ndryshon rrjedhën në drejtimin e kundërt apo ka ti dëshiron, për treguar se ti e zotnon atë vend tërësisht jo si në këtë botë. Ti në këtë botë mund ta kesh në pronë për shembull një parcel caktuar, mund ta kesh në pronë për shembull madje edhe një pjesë caktuar të lumit, por nuk mund ta zotnosh nga çdo aspekt, apo nuk mund ta zotnosh nga çdo aspekt. Do son xhenet Allahu xhallahu ala për t'i kënaqur besimtarët me aq u ka dhënë, u mundson që ta zotnojnë nga çdo aspekt atë që është atje. Madje edhe rrjedhja e lumit të xhenetit. Dhe lumejt e xhenetit nuk janë vetëm nga uji, sikurse në këtë botë, apo tash ka disa dallime, disa i përmenda, dhe një nga dallimet është se në këtë botë na kemi dëgjuar se ka lum nga uji, veç. Apo kur përmendet lumi, çka të shkon mend ty? Po lumi pi ujit. Ndërsa në xhenet a ka lum vetëm nga uji apo nga diçka tjetër? Jo, ka lumen edhe me përmbajtje tjetër, sikurse ka thënë Allahu xhallahu ala në surën Muhammed dhe në surat e tjera të ngjashme, ku Allahu xhallahu ala përshkruan lumen dhe përmbajtjen e lumejve, dhe përmend se ka lumej po nga uji i shishëm dhe i këndshëm, dhe gjithashtu lumejn nga qumshti, qumsht që rrjedh lum, apo por qumsht që nuk prishet kur. I ka pa Allahu xhallahu ala do komponentet e mjaftuar që kur nuk prishet atë. Pastaj wa anharun min asalin musaffa. Allahu thot dhe ka lumejn
nga mjaltë e kulluar, e pastër, e qiltër, apo lumenj që rrjedh me mjaltë, para mëna. Allahu edhe sa është i madh ky lum, dhe i tërë është mjaltë që rrjedh e shishme e xhenetit. Dhe gjithashtu lumenj nga wa anharun min khamr, dhe lumenj nga vera, jo sikurse kësaj bote që e dhem koka për saj, e hum njeriu kontrollën, e dëmton shëndet e kështu me radhë. Ajo është një verë tjetër, e përgatitur ekskluzivisht për banorët e xhenetit, dhe ajo është në sasi, do të thotë që rrjedh lumenjt që besimtari të kënaqet me to. Nga ajo që është përmend xhenet, gjithashtu të ndërrohet është të shumta që përmenda, por është dronjt dhe pemët dhe kopshte e xhenetit. Kur flet Allahu xhallahu ala për shkak për pemë dhe për dronjt e xhenetit, është një përshkrim baramendës që më të vërtet smushën para menues si është ajo. Dhe përmenden dronjt në forma të ndryshme. Për shembull, një dru, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hija e të cilit nuk mund të kalohet edhe nëse kalorësi udhton 500 vite atë. 500 vjet njëri me kalu me kali, me adhon Allah mundësi 500 me kalu, nuk ka mundësi me kalu hijen ati druni. Sa është i madh ai subhanallah. Çfarë bukurie është një dru hatashëm i madh që bën këso hije që me 500 vite nuk mund të kalohet me kalin më të shpejt që mund ta ngat njeriu në jetën e kësaj bote atë. Pastaj gjithashtu drujnë që nga ta dalin lumenjt dhe nga ta rrjedhin lumenjt e kështu me radhë. Pallate të shumta që janë përshuar ku tjegullat dhe tullat e këtyre pallateve nuk janë sikur të kësaj bote, por janë, do të thotë, nga ari dhe nga argjendi. Para mëna i tërë pallati ndërtuar nga ari, por ari vetëm emri i tij është huazuar nga kjo botë, ndërsa asgjë nuk ka të përbashkët me arin dhe me argjendin e kësaj bote. Dhe bukurit tjera të shumta që Zoti xhallahu ala i ka përmendur lidhe me këtë vend, e që unë thash edhe më herët, gjitha këto që mund të themi ne përfundojnë, por nuk përfundon asnjëherë përfshimi i xhenetit. Prandaj ne duhet që gjithmonë t'i kthehemi atij përfshimi që Zoti xhallahu ka folur për të, dhe krahas kësaj të ndërlozë të marrim disa mësime që dua ta përmbyllën me to këtë ligjërat të sotshme. Gjithë ky përfshim i kësaj bukurie që Zoti ka përmendur në xhenet, apo fillimisht dallon me zvete. Gjitha këto bukuri dallon njëra prej tjetrës, apo dallon njëra prej tjetrës. Dhe në qoftë se dëshojmë me bë kategorizimin e begative në xhenet, begatia më e madhe e xhenetit në vëllezër është mundësia për ta pa Allahun azza wa jall. Kjo është begatia më e madhe dhe kënaqësia më e madhe. Dhe kjo është ajo që të parët tanë më shumë të kanë lakmuar. Është vërtet se ti është lumi, e ti është pallati, e ti është pema, e druni, e kopshti, gjitha këto ti është vërtet. Ti është mundësia për të qenë në një vend ku ki me konë përjetësisht nuk ka vdekje, e ti është mundësia për me konë në një vend ku nuk ka smundje, e ti është mundësia me konë në një vend ku nuk ka mërzi, mi po ju është ja më e madhe është për ta pa Zotin xhallahu ala që ti e ke adhuru dhe ati ju ke përkushtu dhe ju ke nështu jetën e kësaj bote. Po normalisht këtë nuk mund me kuptu për kësaj qysh ndodh kjo, na këtë nuk e dim, por Allahu xhallahu ala ka përmendur në Kur'an se shpërblimi i banorëve të xhenetit është mundësia për ta pa Zotin xhallahu ala kur largohet perdja e nurit e dritës dhe u mundësohet besimtarët të kënaqen duke shikuar në Zotin xhallahu ala që e kanë adhuruar jetën e kësaj bote. Kë nuk mund të imagjinohet, çdo imagjinat për kësaj bote është gjithmonë e dështuar, përfundon me dështim, s'ka mundësi. Por spaku e kënaq shpirtin e besimtarit kjo mundësi atë. Prandaj për këtë edhe janë përmalluar më të madhe të parët besimtarët e drejtë apo dietarët e muslimanët e mirë të zot e kanë lakmuar këtë vend dhe kanë jetuar në ndjenjën e kënaqësisë të këtij vendi. Prandaj sikur se ka thënë Malik ibn Dinar rahimahullah, ka thënë nuk e di si ka mundësi të flanë rahat në njëri i cili mbi të zbukurohet xheneti vazhdimisht e nën të do të thotë shtohet dënimi i xhenemit vazhdimisht apo. Por për këtë dënimit e kemi kalu, po flasim për këtë tjetrën, apo se besimtari me të vërtet
posa ta përmend këtë vend, posa ta kujton këtë vend, mendoj që fillon të ndihet tërësisht më ndryshe. Edhe motivi, edhe ambicia, edhe vullneti i tij për të bërë mirë, për të nështruar Allahut azza xal, për të kërkuar shpëlimin, për të kaluar sportin e kësaj bote, është tërësisht ndryshe. Dhe kur e kujton çdo gjë këtë xhenet, thash është e mjaftueshme për të dhënë motiv dhe për të dhënë vullnet. E mbi gjitha kur e kujton mundësinë e sikuar në fytyrën e Allahut azza xal. Për çka kish me humb një besimtar këtë shans? Andaj këta sy që Allahu t'i ka mundsu, apo t'i ka dhënë që sot të shohësh bukuritë e kësaj bote, ruaj këta sy. Dhe mos i njollos me atë që Allah e ka ndaluar, mos i shëmto me atë që Allahu e urren, apo nga se rrezikon pastaj që mos të kesh mundësi ta shohësh nesër Allahun xhallahu ala për shkak të njollosjes së këtyre syve me atë që Allah e ka ndaluar, duke shikuar në haram, e duke shikuar në gjëra të pista, të dyta, që fatkeqësisht janë bërë të shumta dhe po e rrethojnë sot njeriu nga të gjitha anët ka i posillet. Por motivi besimtarit dhe fuqia e tij për t'ia dalë përballë gjithë këtij rrezilloku dhe këtyre këqijave është dëshira e tij për ta pa Allahu xhallahu ala dhe pastaj për t'i pa dhe për t'i gëzuar këto bukuri të shumta që Allahu xhallahu ala i ka përgatitur për ta në xhenet. Unë thash në fillim edhe këtë po e përmbylli se vetëm sa për të ilustruar përgjithsisht, apo se nuk dua të futem në detajet e përshkrimit, nga se këtë po u alë çdo kujt për juve që ta bën i vetmuar me librin e Allahut azza xal, dhe duke medituar rreth atyre bukurive dhe përshkrimeve të mira që Zoti xhallahu ala u ka premtuar juve si besimtar. U ka premtuar dhe ato ekzistojnë. Dhe ku sa që të lexosh për bukuritë e xhenetit, dije se shumë afër e ki, shumë afër është, apo që ta vjelesh dhe ta korrësh këtë bukuri që ti po lexon, nga se nuk ta ka premtuar dikush tjetër pas Allahut azza xal. E kur Allahu premton, nuk ka kush që ka mundësi me e ndalë zbatimin e këtij premtimi përveç vetes tënde. Veç ti ai që mund të mënal vetën e xhenetit, fatkeqësisht me ndonjë vepër të shëmtuar. Përndryshe, nuk ka diçka që të ndalë. Andaj lexoni surën Rahman, Waqia, madje Bakara, Ali Imran, e surat të shumta të Kur'an, ku Allahu xhallahu e përshkruan këtë vend të bukur dhe të jetojmë realisht në ndjenjën e këtyre zbukurimeve, dhe të jetojmë realisht në ndjenjën e këtyre joshjeve dhe kënaqësive, e veçanërisht në ndjenjën e përmallimit të madh, të shpëlimit të madh dhe premisë madhore të hyrjes në xhenet, e që është pamja dhe të shikuarit në Allahun xhalla xhelaluhu, që e lutim Allahun te bareke ve teala të na gëzon dhe të na mundson që ta gëzojmë këtë kënaqësi dhe mos të privohemi si pasojë e asnjë mëkati të shkelë në jetën e kësaj bote. Allahu xhallahu ala na dhar xhenetin. Dhe Allahu xhallahu ala na mundson që në kësaj bote të flasim fjalë dhe të bëjmë vepra që na afrojnë afër xhenetit, dhe Allahu na ruaj nga çdo vepër dhe fjalë që na largon prej këtij vendi të bukur. Me kaq po përfundoj, sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi sallam taslima katira.